Përshëndetje, mirë se FSHV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit. Jemi futur zyrtarisht në javën e kombëtarëve, ku pikërisht kombëtarja A do të njohë edhe listën e lojtarëve të grumbulluar në konferencën që do të zhvillojë trajneri i ri Rolando Maran ditën e nesërme në orën 11. Nga ana tjetër është konfirmuar edhe lista e lojtarëve të grumbulluar nga trajneri Bushi për mirësorët e kombëtares U21. Nga ana tjetër janë zhvilluar edhe dy ndeshjet e radhës të fazës Final Four dhe pritet të zhvillohen edhe dy ndeshjet e fundit këtë fundjavë. Për këto dhe shumë aspekte të tjera do diskutojmë sot në emisionin tonë dhe kam kënaqësinë të kem të ftuar Ardi Behari, drejtori i edukimit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje. Tritan Tok Kokona, shefi muzeut edhe i eventeve, do të kemi mundësi të diskutojmë pak edhe për këto specifika që do të ketë në fakt edhe organizimi i ceremonive për Final Four dhe Florian Riza si për herë me ne në studion tonë. Përshëndetje Riza. Të pashë ishe edhe në stadium, fakt se ti zakonisht preferon të shohësh ndeshjet nga televizori, këtë rast zgjodhet të shohësh nga stadiumi të Final Four. Më tepër për të qenë atë pranteje aty në stadium për ta kompletuar FSHV TV-n si të dy njerëz që shërbejmë këtu për të qenë prezent në stadium. Patjetër. Fokusohemi fillimisht te kombëtarja A, ku trajneri Rolando Maran ditën e nesërme do të dalë përpara mediave, në orën 10 do të publikohet lista me lojtarë të grumbulluar për mirësorën ndaj Izraelit dhe ndaj Luksemburgut, të cilat do të luajnë të dyja në Albania në datën 3 qershor, specifikisht ndaj Izraelit në orën 20 dhe në datën 6 qershor ndaj Luksemburgut po në orën 20. Çfarë prisni Ardi nga lista e trajnerit Maran? Risi, ndoshta mundësi të reja për lojtarët aktual, si është dhe gjendja e lojtarëve aktualisht? Leni, nuk është se presnojnë gjë, sepse koha fizike është e pamjaftueshme për Maran të marrë vendime, nuk pretendon askush që ai të jetë ai që zgjedh lojtarët, por do të jemi përballë një zgjedhje të grupit të punës. Di që ka pasur një bashkëpunim midis stafeve, edhe Silvinjo Nike ka pasur një bisedë të gjatë me Maran, aq më tepër edhe po themi pjesëtarët e tjerë të stafit kanë bërë një punë transmetuese të gjatë me stafin e ri dhe mendoj që do të përqendrohen zgjedhjet do të përqendrohen në një makrolistë dhe besoj që do jetë një makrolistë e gjithë lojtarëve që kanë qenë në vëzhgim, jo vetëm bazës e ekipit kombëtar, por edhe ata që kanë qenë te kjo listë zgjeruar do të jenë pjesë e Maran. Jo, nuk ka më mirë se sa Maran të gjejë një mundësi për të folur me gjithë skuadrën, me gjithë, jo vetëm ata që janë pjesë përbërëse dhe kryesore e skuadrës kombëtare, por edhe me ata që janë kandidatura të vlefshme për të. Pra, për të filluar një proces rinovimi dhe në kombëtare. Është një rast i shkëlqyer që besoj se Maran dhe stafi i tij do ta shfrytëzojë. Duke marrë parasysh se kemi edhe disa dëmtime në disa fronte praktikisht. Pikërisht këtë po të thosha që do të shërbehet në këtë aspekt. Por edhe ata që janë dëmtuar kanë një mundësi për të prezantuar me stafin e ri. Pra për mos të filluar një tur takimesh, por gjendet një diçka për tu nënvizuar që, domethënë, a do të jetë e njëjta mënyrë loje që ka zhvilluar ekipi kombëtar me brazilianin Silvinho. Ne po flasim për lojën, ne po flasim për listën, zgjedhjen. Në varësi të çfarë mendon ai, si do të luajë Shqipëria e tij. Në këtë varësi të kësaj mënyrë loje do të jetë dhe lista. Nuk besoj që do të kemi të njëjtën listë, pastaj do ndryshojë. Flori, nuk mendoj, nuk e di, nuk jam i sigurt, por nuk mendoj që koha fizike ka qenë e mjaftueshme për të caktuar modelin e lojës dhe për të përshtatur lojtarët në varësi të modelit të lojës. Unë e shikoj më tepër një pikë takimi shumë më të interesuar që të jenë shumë të gatshëm për të shprehur të gjitha arsenalin e tyre në ndeshjet miqësore, pavarësisht se janë miqësore, por është trajneri i ri, dhe do bëj prezantimin tek trajneri një nga gjërat më kryesore, sepse deri sot ai nuk ka pasur dieni për këtë. Ai mund të njohë si lojtar, por nuk e ka pritur kurrë që të jenë në drejtimin e këtyre lojtarëve. Dhe të gjithë lojtarët që janë antarë të ekipit kombëtar, sidomos edhe lojtarët e formacionit, duhet të japin maksimumin e tyre për të shprehur të gjithë atë bagazh që kanë gjithë arsenal që kanë tek trajneri. Dhe ai pastaj nëpërmjet të gjithë kësaj rezume të dy ndeshjeve do të vlerësojë edhe për atë mënyrën e lojës që mund të ketë plotësisht ndryshe nga ajo që kemi luajtur me Silvinjo. Kohë pruri në një formë sepse këto janë edhe çështje kohe, çështje fati. Por të është luks që të ketë dy miqësore përpara se të fillojë ndeshja ligën. Ajo që theksoi Ardi pra është mënyra më e mirë që në dy miqësore ti të njihesh me grupin. Unë do t'i shtoja edhe faktin tjetër që njihesh jo në presion. Pra, kjo kombëtare nuk ka
presion rezultati. Kjo kombëtare se cili do me tregu më të mirën, kjo është mundësia më e mirë për të tregu më të mirën. Edhe ai që loz, edhe ai që s'loz, sepse dy skuadrat që kemi përballë janë me karakteristika shumë veçanta. Izraeli lun një futboll shumë të shpejt dhe në një kohësisht edhe shumë të saktë. Kam parasysh ishte në grup në Italinë dhe i nxori shumë punë. Dhe Luksemburgu është një skuadër tipike ajo që na shërben neve, sepse ti duhet ta çash. Pra një skuadër që ne duhet ta çajmë. Dy skuadra ndryshme, dy modele ndryshme, të cilat ti duhet të sillesh ndryshe në të dyja rastet dhe ke mundësi të përdorësh një gamë të gjithë lojtarësh në varësi të asaj që ti do të arrish në dy ndeshjet. Kjo prandaj thash edhe këtë. Secili ka këtë mundësinë, duke qenë miqësore në Shqipëri dhe duke qenë ndeshje miqësore vërtet, secili ka mundësi të tregojë pjesën e vet më të mirë. Dhe besoj pastaj trajneri deri në shtator do të ketë kohën e mjaftueshme duke parë këta lojtarë për të vendosur dhe për atë që thot Flori, modulin e lojës, mënyrën se si do të luajë me kundërshtarët e tjerë. Po, momenti i parë është momenti i një fili ku njohje që ata duhet krijojnë me njëri tjetrin. Kjo ka qenë arsye pse presidenti ka qenë i vendosur që trajneri që do të drejtonte Shqipërinë detyrimisht do të ishte trajneri që do të drejtonte këto dy ndeshje miqësore. Pra për të krijuar gjithë këtë ecuri, pra trajneri ka kohën, ka luksin. Në dy ndeshje miqësore ekipin në dispozicion për t'i njohur, për t'i parë, për t'i studiuar në ndeshje, në stërvitje dhe pastaj gjatë kësaj periudhe kohë që nga përfundimi. Po fitoronit deri në mars, pra, deri në nëntor do ketë ndeshjet e nesër ligës dhe deri në mars ekipi është besoj ndërtuar. Sipas ideve, ti je sipas gjendjes lojtarëve që ai do t'i besoj. Sepse përpos kësaj është edhe elementet që kanë ngelur në staf, shumë të rëndësishëm, si Ervin Bulku, që është vimësi, është një nga njerëzit më të afërt të Silvios, të stafit i ngushtë, Endi Çuçi, po ashtu që është videoanalisti i tuat, pra janë persona kyç të cilët shërbejnë më së miri për transmetimin e të paktën e elementëve që janë jo vetëm pjesë kryesore skuadrës, por elementëve që mund të jenë edhe po themi kandidat me potencial për mentalitetit të përgjithshëm shqiptar, sepse duhet njihet në imtësi trajneri edhe me këtë mentalitet, edhe me mënyrën se si. Dhe siç e tha sigurisht edhe te konferenca për shtyp ku prezantua trajneri Maran, ai ka vendosur të jetojë në Shqipëri, kështu do kemi hapësirë edhe për të pasur diskutime të tjera. Ne në fakt kemi zhvilluar edhe një intervistë ekskluzive fillestare me Roland Maran, të cilët do të keni mundësi ta ndiqni sigurisht në kanalet tona në YouTube edhe në FSHP TV në vazhdim. Ndërkohë fokusohemi tek ndeshja e parë miqësore ndaj Izraelit në datën 3 qershor në orën 20 pikërisht në Air Albania. Ardi, karakteristikat e Izraelit sigurisht është ndeshje miqësore, përmendëm që mund të jetë një mundësi e mirë për lojtarë të rinj. Çfarë specifikash ka kjo ndeshje? Është një skuadër e nivelit të mirë, nivelit ka bërë një fazë eliminatore shumë të mirë në grupin e saj, ka pasur rezultate të rëndësishme, çështja kryesorja nuk është se ka ndonjë element individualisht të spikatur, po ka një forcë grupi të jashtëzakonshëm, ka automatizma të jashtëzakonshëm dhe ka atë që thuhet e ritmin e lojës e ka shumë të mirë, ka mbi mesatare dhe kjo është edhe në fakt shkalla e vështirësisë, kjo përbën shkallën e vështirësisë në këtë ndeshje, sepse është një nga ato skuadra të cilat të imponojnë, dhe ti duhet jesh shumë i kujdesshëm për të komanduar ritmin e lojës, për të mos gabuar, për të marrë gol, sepse është e vështirë të kthesh pasaj situatat e lojës në favorin të. Po, ndërkohë shikojmë edhe një grafik të historiku të ndeshjeve të përballjeve pikërisht ndaj Izraelit, ku në fakt statistikat flasin më mirë për Izraelin, sepse janë 4 fitore, fillimisht në 2016-ën Shqipëri-Izrael 0-3, në 2017-ën Izrael Shqipëri 0-3, në 2018-ën Shqipëri-Izrael 1-0, në 2018-ën po prap Izrael Shqipëri 2-0, në vitin 2022 Shqipëri-Izrael 1-2 dhe po në vitin 2022 Izrael-Shqipëri 2-1. Riza, statistikat jo gjithmonë na kanë treguar që imponojnë, le të themi, rezultatin që mund të ketë një ndeshje, por sidoqoftë tregojnë edhe për seriozitetin edhe rëndësinë që duhet i jepet kësaj ndeshje, sepse nuk është i kundërshtar më i dobët në letër, apo jo? Pra nuk ka lidhje me atë forcinë e kundërshtarit, por jemi në pozicione ndryshme. Nëse ai është një ekip i konsoliduar, neve jemi në fazën e parë,
atë që siç po e cilësojmë dhe këtu, që trajneri do njihet me lojtarët dhe do krijojë opinionin e tij dhe pastaj për mënyrën e lojës. Pra janë dy gjëra ndryshme. Ndoshta nga kjo ndeshje unë nuk kërkoj rezultat, nuk kërkoj as të përmirësoj statistikat e ndeshjeve direkte me Izraelin. Kujtoj që disa rezultate negative i përkas një kompeticioni siç është Nations Liga, i cili nuk është se të çon diku, se nuk ka pasur rezultat direkt për një ecuri më të mirë ose për pjesëmarrjen në kampionatin evropian apo botror. Kështu që në këtë aspekt do quhen ndeshje miqësore të nivelit shumë të lartë. Por rasti është që po kjo ndeshje miqësore, por nuk është për Nations League, luhet me Izraelin. Tani, nëse neve do ta kishim ekipin e kompletuar, do të ishim me të njëjtin trajner, pra për sa i përket mënyrës lojës, unë do ta diskutoja rezultatin e ndeshjes, do ta kërkoja rezultatin e ndeshjes, po më shumë do kërkoja një entuziazëm të përgjithshëm, sidomos në shkallët e stadiumit, ku njerëzit duhet të jenë të pranishëm dhe ta shoqërojnë ekipin kombëtar pavarësisht se kjo është një ndeshje miqësore, sepse le të fillojë që këtu mobilizimi i të gjithëve, që ekipi ynë të jetë pjesëmarrës në kampionatin evropian të ardhshëm, fillon që nga ndeshja e parë që do të luajmë ndeshje miqësore me Izraelin, e të gjithëve. Pra këtu nuk mund ndajmë as ekipin, as trajnerin, as tifozët, as stafet me mbështetëse, as stafet menaxherale, as presidentës, pra të gjithë duhet japin maksimumin e tyre që nga kjo ditë, që nga data 3 qershor që do të luajmë ndaj Izraelit në Elbasan. Patjetër. Ndërkohë fokusohemi pak edhe te legionarët, lojtarët e kombëtarës shqiptare, pikërisht Ernest Muçi, për cilin sigurisht kemi diskutuar shpesh herë në programin ton, ka fituar kupën e Turqisë ndaj Konyaspor dhe një sezon fantastik për Muçin Kokona, 11 gola, 3 asiste, duket sigurisht e viti i tij, le të themi. Po, unë kam përshtypjen se kjo fitoria e fundit e një trofeu, besoj se është një thirrje më e hënë për trajnerin e ri të kombëtarës, sepse Muçi ka qenë gjithmonë një pjesë, do thoja më tepër një kërkesë e madhe mediatike për të qenë i përfshirë dhe për të patur më tepër minuta në ekipin kombëtar. Sigurisht ai është një vlerat e tij nuk vlen të diskutojmë tani që fitoi një kupë, por unë mendoj që ky është momenti që ai duhet të bindi trajnerin e ri, që jam edhe unë këtu, jam kontingjent dhe kërkoj edhe unë minutat apo vendin apo formacionin apo çfarë mendon ai në lidhje me ekipin kombëtar. Se sa se i takon klubeve, domethënë ecuria ka qenë shumë e mirë, sidomos për një sulmues, nuk është pak. Përveç golave dhe asist, ajo që është shumë e rëndësishme në ecurinë e Muçit të këtij viti është stabilizimi të kontrata, po themi firmosja e kontratës dhe përqendrimi maksimalisht te klubi, përfundimisht te klubi, sepse ka ndikuar pavarësisht performancave të shkëlqyera që ka bërë, por në një masë të madhe ka ndikuar edhe mos stabilitetin në atë firmosin, në gjithë atë, le të themi kështu, luftën e merkatos që është bërë për të është një lojtar në qendër të vëmendjes dhe jo në një shtet të parëndësishëm, një futboll të parëndësishëm, po një shtet ku je në mes të milionave dhe në mes të kualiteteve të jashtëzakonshëm. Kështu që triumfi i tij personal është sigurisht një sinjal i shkëlqyer për ne. Patjetër. Ndërkohë një tjetër lojtar i kombëtarës, mesfushori Ylber Ramadani, ka pasur gjithmonë performanca shumë të mira me Lecën dhe në fakt pati një ndeshje shumë të rëndësishme së fundmi. Ishte një ndeshje e cila i siguroi Lecës mbijetesën në Serie A. Rikujtojmë që sigurisht pjesë e ekipit të Lecës është edhe Medon Berisha, i cili është ende në rikupërim nga dëmtimi i tij. Ka filluar, Medoni ka filluar bashkëpunë me grupin. Riza Ramadani gjithmonë stabil gjatë këtij sezoni, sigurisht që i jep le të themi një shtys akoma dhe më të mirë fakti që do qëndrojë në elitën e futbollit italian. Në fate të ndryshme, duke krahasuar Muçin për atë fitore në Kupën e Turqisë apo Ramadani, i cili siguroi qëndrimin në Serie A. Ndeshja u kthye shumë e thjeshtë sepse goli shunua shumë shpejt për Lecën. Mendoj minutën e dytë apo të tretë. Dhe pastaj nuk patim lojë sepse ishte e fokusuar plotësisht në mbrojtjen e rezultatit Lecce. Ramadani është një lojtar që do të cilësohej një profesionist vërtet, për shkak se nuk ka asnjë lloj rëndësie për të se sa minuta aktiv, se menaxhimi i lojtarëve, menaxhimi i formacionit, menaxhimi i yjeve. Këto janë sfidat e vërteta të një trajneri që ka ekipin kombëtar.
nuk është servitshmëria, i ke shumë pak ditë në dispozicion lojtarët, po këto problematikat e tjera që dhe juve si pjesë e stafit dhe psikologët do të jesh që i ke Lenid, duhet të priftosh nga njerëz të tillë me kualitete të tilla, i cili ka dalë jo pak herë lojtari që ka bërë më shumë kilometra në ndeshjet e Serie A. Është një nga ata lojtarët që me volumin e vrapimit, me luftën dhe me cilësitë ndërtuese të aksioneve ka kontribuar jashtëmase shumë në arritjen e objektivit të skuadrës së tij. Patjetër, dhe sigurisht që sa më shumë performanca të mira të kemi nga lojtarët e kombëtarës, aq më rezultativ patjetër mund të jenë edhe gjatë grumbullimit me ekipin A. Ndërkohë fokusohemi te kombëtarja U23, e cila do të luajë 2 ndeshje miqësore në muajin qershor, në datën 5 qershor ndaj Slovenisë dhe në datën 8 qershor ndaj Italisë, 2 miqësore prestigjioze le të themi me ekipe të nivelit të lartë, dhe trajneri Bushi ka publikuar edhe listën e 25 lojtarëve të cilët janë ftuar për këto 2 ndeshje, ndërkohë që grumbullimi i kombëtarës U21 do të nisë nga data 28 maj, pikërisht ditën e nesërme, ku do të grumbullohen në Durrës deri në datën 3 qershor, ku do të udhtojnë drejt Italisë për të vijuar përgatitjet për këto 2 ndeshje miqësore. Riza, duke marrë parasysh edhe nga lista e lojtarëve, sigurisht ka disa dëmtime dhe lojtarë që mungojnë, si për shembull Rashica apo Ramaj, po ndërkohë ka edhe prurë të reja. Si e shikon objektivin e kombëtarës U21 për këto 2 miqësore të rëndësishme? Kjo është një nga testet më të vështira që një ekip kombëtar ka. Pra, do marrë pjesë në një aktivitet shumë të rëndësishëm dhe nuk është në një aktivitet zyrtar për të marrë pjesë në këtë aktivitet të rëndësishëm. Dhe detyra e trajnerit është që gjatë gjithë këtyre ndeshjeve miqësore që organizon, të eksplorojë, të njohë lojtarë, të njohë dhe pastaj të vendosë në momentet e fundit që do të thotë pas një sezoni pothuajse plotësisht, që cili do të jetë ekipi që do na përfaqësojë neve. Këtu domethënë, unë mendoj që trajneri duhet të jetë ekspert siç dhe trajneri Bushi është. Dhe kjo është arsyeja pse ai kalon në sistemet një pas njëshme të testimit të lojtarëve, sepse nuk do të humbasi asnjë nga lojtarët që janë të kësaj moshe që mund të jenë të gatshëm për të qenë lista përfundimtare. Pra lista përfundimtare është gjëja më e rëndësishme. Sepse nga sot mund të përzgjedhësh një lojtar, le të themi aktual, që mund të jetë në gjendje jashtëzakonisht mirë, por në një vit kohë gjendja e tij sportive mund të ndryshojë plotësisht. Pra do të thoja që është shumë e vështirë që ta ndërtosh këtë ekip, është shumë e vështirë që të shkosh në një kompeticion pa luajtur ndeshje zyrtare me ekipin tënd, pra me këta lojtarë, ke shumë vështirë që të plotësosh edhe atë le të themi formacionin, më thënë ka vështirë të plotësosh këtë organikën e ekipit, jo më formacionin që duket akoma i vështirë. Ardi, ndërkohë janë 2 prurë të reja, Klevi Totoshi dhe Blertoni Sufi. Ti sigurisht i ke ndjekur këtë lojtare dhe ndër vite, çfarë mund të sjellin kombëtarës U21? Patjetër, nëse Klevi Totoshi është një djalë që datëlindje 2005 që luan me Elbasanin e ka bërë një performancë të shkëlqyer në këtë avisnet superiore, sidomos në momentet kur portieri i parë i Elbasanit u dëmtua, Totoshi ka bërë një performancë të shkëlqyer dhe jo më kot Bushi me njëherë ka thirrur në si pjesë e skuadrës. Për të kthyer te Blertoni Sufi është një djalë që ka lindur në Norvegji, është rritur në Akademinë e Mos dhe datëlindja 2006 është rritur në Akademinë e Mos dhe ka firmosur në mos gaboj para një viti ose 6 muaj me Molde, një nga skuadrat më të mira në Norvegji, dhe ka luajtur deri tani në të gjitha kompeticionet e Norvegjisë, ka luajtur 7 takime. Është një lojtar me cilësi shumë të mira, sidomos në pjesën kognitive të cilësive të tij dhe në pjesën e organizimit të lojës dhe teknikë të lartë. Inteligjencë për të interpretuar rolin që ka, mendoj që është një vlerë e shtuar për skuadrën dhe Bushi nuk kishte se si t'i shpëtonte ky element dhe nuk është bërë punë e paktë për të rekrutuar këtë lojtar, sepse ka qenë dhe Kosova gjithmonë aty kandidate për ta marrë. Po djali ka zgjedhur me Shqipërinë duke u bërë pjesë dhe shpresojmë që të shkojë mirë dhe të ndihmojë reciprokisht si skuadra lojtarin ashtu dhe lojtari i skuadrës. Po, patjetër. Kokona, sigurisht që këto ndeshje miqësore janë të rëndësishme, por ndërkohë janë në kuadër të atij formimit të puzzle-it le të themi që mund të na përfaqësojë vitin tjetër në kampionatin evropian U21. Po nga aspekti i përgatitjeve që po bëhen për kampionatin evropian, ku jemi, sigurisht do të flasim pak edhe për disa fusha të reja, terrene servitore që janë nisur. Unë kisha shumë kuriozitet dhe ndoqja trajnerin Bushi sot, por nuk mund ta ndiqja gjatë gjithë kohës sepse pikërisht sot kishim një tjetër mbledhje në lidhje me organizimin e kampionatit evropian U21, që është një arritje shumë e madhe për ne, për stafin,
edhe për Federatën Shqiptare të Futbollit. Mendoj që Kampionati Evropian U17 sigurisht një shkallë më poshtë se sa U21, por ishte një eksperiencë shumë e mirë për ne. Dhe tashmë e kemi bazën për të ndërtuar database, për të ndërtuar plane, të cilat se duket sikur koha është shumë e madhe. Në fakt koha fluturon dhe jo më gjatë, po diskutonin për eventin që do të shoqëroj shortin e kampionatit, shortin do të jetë në Beograd, megjithatë për të zgjuar interesin, ne do të organizojmë dhe këtu në Federatën Shqiptare të Futbollit evente ashtu siç do të organizojmë në çdo qytet ku do të luhet Europiani, evente promovuese, njerëzit duhet të njihen për fat, kemi një fat që në 4 qytetet që do të organizohet ka dhe universitete. Ne kemi vendosur që ta shtrim jo vetëm në për shkolla, por edhe në universitete, këtë njohjen e njerëzve me një ngjarje shumë të madhe, ndoshta më e madhe që është organizuar deri më tani, Kampionati Evropian U21. Mund të them nga pjesa e profesionit tim të vjetër që sot Bushi ka fillu zyrtarisht përgatitjet për kampionatin. Pra këto 2 ndeshje janë 2 ndeshjet e para dhe do të vijoj me miqësore deri në qershorin e ardhshëm kur besoj që ai do ta ketë krijuar një ide, sigurisht që për të është një presion shumë i madh, por besoj të gjithë ne jemi me Bushin, jemi me Shqipërinë pra një herë, pastaj jemi edhe me Bushin dhe mendoj që Kampionati Evropian krahas përgëzimeve siç morëm tek U17 për mënyrën e organizimit, për pjesëmarrjen në stadiume që ishte ndër më të lartat në Europë, të marrin përgëzime, po dhe rezultat, ndoshta ashtu siç kemi shumë dëshirë që të ndodhi. Patjetër, do sigurisht që këto miqësore do të shërbejnë edhe për përmirësimin le të themi të skuadrës ndërkohë. Një nga elementet në fakt të ekipit U21 të grumbulluar nga trajneri Bushi është pikërisht sulmuesi Erald Maksuti, i cili në fakt është ish lojtar i flamurtarit, sepse së fundmi ka bërë një transferim drejt kampionatit të Rus tek Ahmad Grozni dhe ne do të zhvillojmë një intervistë të shkurtër tani së bashku me të, ku do flasim pak për elementet e këtij sezoni dhe çfarë presim nga aventura e tij në Rusi, po ashtu edhe nga ndeshjet e kombëtares U21. Përshëndetje Erald. Përshëndetje. Rojt jeni mirë. Faleminderit. Ndërkohë, sapo ke kompletuar një transferim drejt kampionatit të Rus te Ahmad Grozni, si ndihesh për këtë transferim? Jem shumë i lumtur sepse shpërblet një punë disa vjeçare që punoja fort, domethënë që të arrija në një nivel kaq të lartë dhe jem shumë i lumtur. Ne të vazhdojmë sepse edhe në fillimi dhe po më tepër si fillim më. Ndërkohë tek ekipi Ahmad Grozni luan dhe lojtari kombëtarës shqiptare, mbrojtësi Klis Mancake. Ke pasur mundësi të komunikosh me të qoftë për të familiarizuar paksa ndoshta për ambientin edhe çfarë të pret atje? Të më drejtën nuk kam pasur edhe shumë kohë që të komunikoja sepse dhe vizitat mjekësore dhe kam pasur as shumë kohë që komunikoja. Ndërkohë që ti gjatë këtij sezoni me flamurtarin ke arritur të shënosh shumë gola, ke pasur performanca shumë të mira, më bëj një vlerësim le të themi të gjithë sezonit, qoftë për skuadrën, po ashtu edhe për performancat e tua personale. Patjetër vlerësim për veten se kam bërë një sezon mirë, them, por që keqardhje se nuk arritëm ato objektivat që kërkonte klubi. Ndërkohë me kombëtaren U21 na presin 2 ndeshje miqësore të rëndësishme, ajo ndaj Slovenisë dhe ndaj Italisë. Si e pret të grumbullime dhe çfarë mund të marrim nga këto 2 ndeshje? Janë 2 ndeshje të forta, sigurisht. Jemi një grup i mirë, po krijojmë atë filozofin tonë, po ashtu me rezultate që kanë qenë të mira ndeshjeve e fundit, po punohet mirë dhe sigurisht do punojmë shumë që të arrijmë atë formën më të mirë në Europian. Duke fokusuar tek forma e mirë në Europian, ti nuk është ftesa jote e parë patjetër për kombëtarin U21, si po shkon le të themi gjithë organizimi, çdo gjëje duke marrë formë drejt atij ekipi që mund të shkojë tek finalet e Europianit që do të zhvillohen në Shqipëri vitin tjetër.
Ne vërtet kemi ndeshje miqësore, sigurisht për ne nuk ka ndeshje miqësore, sepse këto duhen të quhen përgatitje, sepse do jemi në skenën më të madhe europiane, do të jemi ekipe shumë të forta. Ne marrim seriozisht çdo punë dhe besoj që do arrim rezultatet mira të vlerësoj çdo kundërshtar të mundshëm. Patjetër. Real do të uroj shumë suksese fillimisht në ndeshjet me kombëtaren U21 ndaj Slovenisë dhe Italisë, po ashtu edhe me klubin tënd të ri dhe sa më shumë gola edhe sa më shumë asiste. Faleminderit që ishe sot në shtëpinë e futbollit. Shumë faleminderit. Behari, ka qenë një sezon i mirë për Maksutin, pavarësisht se skuadra e tij flamurtari nuk ja doli të qëndrojë në abistet superiore, por Pe imja njërë, pëse e dive, a i që me në quve kishtë. Si e ke parë këtë sezon? E kam parë në formë të shkëlqyer dhe vlerat i arrit pikrisht ajo, që një skuadër që nuk prodhon, ai u kthye në një lider të pat diskutueshëm. Edhe pse në gjykimin tim, teknikisht nuk është përdorur mirë nga skuadra, me shumë ndryshime pozicionesh, përdorimit të tij në pozicione të ndryshme, duke nxjerrë nga profili ose duke mos e përshtatur rolin e tij me karakteristikat që ai ka. E megjithatë, dhuntit e tij, puna e tij, karakteri i tij e nxori, e evidentoi në futbollin ton, gjë që kishte ngelur në tentativë duke ndënjur te Apollonia në kategori të parë. Pjesëmarrjet e flamurtari e evidentoi në arenën e futbollit ton të madh dhe sigurisht që nuk kam pasur kur asnjë dyshim në ecurinë e tij dhe pretendoja të jem i sinqert, pretendoja në një ligë më të fortë se Rusisë, po ndoshta punë manageriale, punë lekësh edhe kanë çuar atje. Dua ta trajtoj këtë si diçka që është e vlefshme në futboll. Pra, nëse një lojtar arrin të aktivizohet në role të ndryshme në skuadër, është një gjë e mirë që i ndodh lojtarit. Pavarësisht se në një rol ai nuk mund të përshtatet ashtu siç duhet, por ama eksperjenca që krijon është shumë e vlefshme për gjithë atë potencialin që ai duhet të shfaqë në ndeshje futbolli. Pra është mirë që një lojtar që luan sulmues të ditë luajë edhe me sfoshor, të ditë është shkëlqyer të luajë, jo më fal. Dua ta them kështu që është një nga gjërat që dhe kush domethënë kur po ta shikojmë me vëmendje të gjithë lojtarët me origjinë hollandeze. Domethënë që janë lojtarë të klasifikuar. Jo, nuk po e them në kuptimin e jo. Pra këta që quhen universal, që dihet që ky sulmuesi kryesor i Hollandës ishte një mbrojtës i shkëlqyer, Van Basten shtien sparkat më mirë se sa mbrojtësit. Pra në këtë aspekt e shikoj që kur të jepet kjo mundësi, kur që të luash në disa pozicione, lojtarët zakonisht nuk e preferojnë një gjë të tillë. Thonë që jo, unë jam i specializuar të luaj në këtë pozicion, unë jam i specializuar të luaj në këtë pozicion. Por është shumë e mirë dhe kjo është një gjë që do t'i ndihmojë ata për të pasur një karrierë edhe më të gjatë, por edhe një Jo, vetëm një ndryrë e vogël e lash. Është e shkëlqyer që lojtarët të interpretojnë në pozicione të ndryshme në bazë të karakteristikave të tyre, por deri në një moshë të caktuar. Deri në moshën 14 vjeç, ti 13 më pak më poshtë ti i ndryshon gjitha pozicionet. Kur po flasim në nivelin e Maksutit, duhet mes e zbën që ti jesh profilizuar në atë rol, që ti ke karakteristikat e tua kryesore. Dhe ideja është që dëmtua portieri rezerv doli me të kuqe, kush do luajë portier me ekipin tot tani. Jo, ta dëgjojmë mirë se çka do të thënë. Unë kisha një ide me gjithë këtë kontratën e Maksutit, që sigurisht është lajm pozitiv, jo thjesht për të personalisht, por për dhe kampionatin shqiptar, por gjithë atë punë që bëhet për të treguar që edhe nga kampionati shqiptar ka lojtar cilësor në kategorinë superiore, shqetësimi im i vetëm, por për fat kolegu Zela na informoi në konferencë për shtyp, është që adotaria i të aktivizohet. Ai ka një moshë që duhet luajë futboll, duhet jetë përgjithsisht në formacion, po kolegu Zela tha është përfshirë në kontratë që ai do të jetë në një periudhë shumë gjatë kohe i aktivizuar. Investimi i atij klubi. Atëherë gjithçka është në rregull. Klubi ka nuk do të jetë në presion, do të jetë gjithkohë punon për të atë.
urojmë që t'i shkojë shumë mirë, sepse në fakt edhe Klis Mancaka e ka gjetur veten shumë mirë tek ekipi Amat Grozni, nuk e nisi direkt titular, por tashmë është pothuajse në çdo ndeshje rezultativ për ekipin e tij dhe në fakt ka shënuar edhe një gol. Ndërkohë, kombëtarja A dhe kombëtarja U21 do të jenë të vetmet ekipe kombëtare që do të zhvillojnë ndeshje qoftë miqësore apo zyrtare. Ndjekim një grafik të kalendarit të ndeshjeve kuqezi, pra nisim me kombëtaren A në datën 3 qershor ndeshja ndaj Izraelit, në datën 6 qershor ndeshja ndaj Luksemburgut, ndërkohë kombëtarja e vajzave do të luajë ndeshjet kualifikuese për botrorin 2027 ndaj Çekisë në datën 5 qershor në Çeki dhe ndërkohë do të presim Malinezi në datën 9 qershor në Loroboriçi në orën 19. Kombëtarja U21 do të ndeshet ndaj Slovenisë fillimisht në datën 5 qershor në orën 20:15 dhe ndaj Italisë në datën 8 qershor në orën 18:15. Ndeshje këto të cilat do transmetohen live në FSHF TV dhe sigurisht që mund t'i ndiqni aty. Kombëtarja U19 do të zhvillojë 2 ndeshje miqësore ndaj Bullgarisë në datën 4 qershor dhe 7 qershor. Kombëtarja U17 do të luajë 2 ndeshje ndaj Letonisë në datën 3 qershor dhe ndaj Ukrainës në datën 9 qershor. Ndërkohë kombëtarja U16 do të ndeshet ndaj Bullgarisë në datën 5 qershor dhe 8 qershor, ndeshjet që do zhvillohen këtu në shtëpinë e futbollit. Kombëtarja U15 do të ndeshet ndaj Maqedonisë së Veriut në 22 qershor dhe përsëri në datën 24 qershor dhe kombëtarja U14 do të ndeshet ndaj Maqedonisë së Veriut në datën 17 dhe 19 qershor. Kokona shumë ndeshje për të organizuar, një mekanizëm le të themi që dihet që funksionon prej kohësh tashmë në Federatën Shqiptare e Futbollit, por që cilat janë specifikat le të themi të këtyre eventeve të rëndësishme. Po, kur ju po i lexoni datat, unë po i riprodhoja sepse jo më gjatë se dje dhe për dje u mora me porosit e pikërisht logove të ndeshjeve, flamurve, të këmbimit e tjera. Tashti kjo është pjesë e punës, është një ritëm i punës, sigurisht turneu së ndeshjet miqësore, ekipi kombëtar i vajzave ka ndeshjet e radhës dhe këto janë, domethënë, ndeshje të rëndësishme, protokoll më i rëndësishëm se sa ndeshjet miqësore, sigurisht edhe turneu që do të zhvillohet në Shqipëri i kombëtares U19. Pjesa tjetër është rutinë, ndeshje miqësore nga 2 me Maqedoninë bëjmë 1 në orë dhe 1 në Korçë për shkaqe të afërsisë që kemi. Në Bullgari shkon ekipi U19 zhvillon 2 ndeshje, po mendoj që me përjashtim të muajit maj nga shkurti dhe deri në qershor, kjo situatë është dritare është gjithmonë shumë aktive. Trafik. Po për specifik është vetëm kjo që sepse zakonisht kalendari i FIFA-s nuk i bën në të njëjtën datë ndeshjet e femrave dhe të meshkujve. Po për shkak se fillon kampionati botror dhe aktivitetet duhet të jenë të stopuara, atëherë kjo data e kampionatit evropian për Nations League për femra ka në të njëjtën data me ndeshjet miqësore Në fakt me nëse mundem, të paktën nga U19 e poshtë koha nuk është shumë e përshtatshme. Te U19 kemi goxha mungesa, po themi që nuk janë përgjigjur në thirrjes tonë dhe titullarët e pa diskutueshëm, por duke filluar që Nahuli që ka provimet e maturës, portieri i Juventusit, Durmishi, Kulla Rexhepi, të 3 sulmuesat kryesor kanë pasur problemet e tyre, pavarësisht se në klub janë paraqitur shkëlqyer. Rexhepi, kampioni i Gjermanisë në Bundesligën e U19-s, Kulla lojtari më i mirë, sulmuesi më i mirë i Primaverës me moshë më të madhe në Serie A dhe Durmishi, zgjatja e kontratës me Juventusin deri në 28 është dhe golat që ai ka shënuar është një domethënie madhe. Mbrojtje kemi me Çerkezin edhe me Gecaj te U19 prap për shkak të play-offeve dhe nuk kanë dhënë konfirmimin e tyre për vazhdimsinë do jenë prezent apo jo, dhe pak pasaj në për skuadrat e tjera, Tom Keqi te U16 ai Interit, apo dhe Delis Gjeci i Interit, po prap të U17 që janë që përkasin me kohën e zhvillimit të këtyre ndeshjeve. Po, patjetër, por sidoqoftë ne urojmë shumë sukses të gjitha ekipeve kombëtare, qoftë të vajzave, qoftë të djemeve në këto ndeshje të rëndësishme, qoftë miqësore apo edhe zyrtare. E mbyllim me kombëtarët, në fakt do fokusohemi tek faza Final Four e kampionatit shqiptar, ku janë luajtur edhe ndeshjet e javës së dytë, ku pikërisht Vllaznia ka humbur ndaj Egnates me rezultatin 1-0, ndërkohë që Elbasani ka triumfuar me rezultatin 3-0 ndaj Dinamo City-t. Çfarë do thonë këto rezultate, Behari? Rezultate në fakt që ajo Elbasanit mendoj se ishte e pritshme për shkak të le të themi të daljes nga
nga lufta e humbjes të objektivave që Dinamo kishte dhe jo vetëm kaq, po bashkuar kësaj mungesat shumë të rëndësishme të 7 lojtarëve në formacionin bazë të Dinamos. Pra një Dinamo e sakatuar, po të themi kështu, dhe pa objektiv, ishte një pre let për Elbasanin, i cili e kishte le të themi kthesën e fundit për të futur në autostradën e objektivave të saj. Dhe kështu ndodhi. Një ndeshje që u zgjidh shpejt, pavarësisht fillimit të mirë të Dinamos, një 20 minutë që ju imponua Elbasanit, një Elbasani kontraktuar për shkak të presionit apo edhe ngarkesës psikologjike të qenurit i dënuar për të fituar, dhe në ndihmë i erdhi ajo ndryrje e disajta herë e mesfushorit të Dinamos, që u ndëshkua me të drejt në gjykimin tim me të kuqe, dhe në inferioritet numerik Dinamo pasaj e pati shumë të vështirë të reagonte në një ndeshje të përfunduar nga Elbasani. Riza, me qenë se ishe dhe në stadium, cilën ndeshje zgjodhet shohësh stadium dhe si e interpreton le të themi këtë fundjavë të Final Four? Elbasani Dinamo ishte ndeshja që ndoqëm, ishte dhe ju prezent. Shiko, në një ndeshje futbolli vendos shumë një episod. Dhe episodi i shoqëruar me 2 gola direkt pas daljes me karton të kuq të lojtarit të Dinamos, i cili shkakton një faull pa interesuar fare për topin. Është në fushën e tij, në vijën anësore, ku puqet mes fushës, besoj që ja lehtëson shumë Elbasanit fitoren. Dhe pastaj gabimi tjetër i radhës që është i mbrojtësit, i cili tenton të stopoj top me kokë brenda zonës threpsisë, që duhet ta largoj në mënyrë imediate topin. Pra nuk ka në futboll të mendohesh. Duhet të heqish rreziku nga porta jote. Kështu që me këto 2 episode mendoj që nuk do kishte më futboll për sa i përket, sepse Elbasani nuk është një ekip që pasi shkon 2-0 në avantazh dhe është në përsidhet të një lojtari të rifuz ndeshjen në lojë, për shkak se është i pa aft për të mbajtur këtë rezultat. Kështu që ndeshjen tjetër Flor, pasi për vllaznin me Ignatian, ishte një ndeshje që e ndërtuar mirë nga Ignatian në fakt. Një ndeshje që le të themi kështu vijojnë atë ndeshje në atë strategjinë që ajo kishte përgatitur për fitoren me Elbasanin, edhe pse le të themi interpretimi ishte ndryshëm. Çfarë kam menduar unë në këto 2 ndeshje të para të vllaznisë si ekipi që udhëzoqi kampionatin, pothuajse të gjithë javët e tij në vend të parë. Pra, unë mendoja që ndoshta vllaznia ka luajtur për të shmangur duelin final atë me Elbasanin në ndeshjen e 3 të Final Fourit. Dhe nuk e ka menaxhuar siç duhet situatën e 2 ndeshjeve të para, të cilat mund t'i kalonte, pra nuk do ishte kurrë në rrezik nëse vllaznia do kalonte dhe me barazime, qoftë në ndeshjen e parë ndaj Dinamos apo qoftë në ndeshjen e dytë ndaj Ignatias. Pra i ka parë këto si ndeshje të cilat ka dashur t'i fitojë për të shmangur ndeshjen e themi në thojza finale, se nuk ka finale, por ndeshjen e 3. Atë ndaj Elbasan që do të ishte ajo që do ta vendoste. Edhe kjo mund të jetë e qëndësishme. Nuk diskutohet që mund të jetë e qëndësishme, por janë disa faktorë. Sepse kemi një menaxhim, në gjykimin tim, një menaxhim të shkëlqyer të situatës së Ignatias. Ne po flasim për vllaznin, domethënë. Po pra, nuk diskutoj fare. Flori, po flasim për vllaznin me Ignatian si ky çift që po flasim për ndeshjet e dyta të kësaj të Final Four. Ka dhe një gjë, në momentin që rezultati nuk është në favorin e një ekipi, le të themi rastin e vllaznisë, gjithmonë krijohet përshtypja që ka pasur një dominancë të Ignatias në këtë rastin konkret në ndeshjen e dytë. Ndeshja në përgjithësi nuk ka shumë diferencë. Pra nuk është dominancë, nuk e kam kuptuar as nga rezultati 2-1 se është rezultati ngusht, po edhe nga numrat, nga shifrat dhe zhvillimi i ndeshjes. Pozicioni është një ndeshje ku fitoi. Po doli pra vllaznia nga Flor, doli vllaznia për shkak të rezultatit, doli nga lufta për titull. Nuk e fiton dot kampionatin. Doli edhe për shkak të performancës, jo vetëm rezultatit. Pikërisht, performanca është. Këtë doja, pra, disa herë kemi shtuar pyetjen që si një ekip i cili do të jetë pjesëtar i Final Fourit, do ditë të menaxhojë situatën e një sistemi komplet tjetër me atë që shluhet deri tani. Pra jemi në fazën e një mini turneu me 4 ekipe, ku secili për ekipe do të luajë me. Dhe unë nisa të rreshtoj arsyet në gjykimin tim, si një ndjekës pak më rigoroz i kampionatit dhe për shkak të diçka tjetër.
Dhe në qoftë se më keni durim t'i vëm pikën, mund të them në një gjë që si njeri që po themi që e ka parë pak më shumë se ju ndoshta, edhe për shkak të punës. Dhe po them që kjo ndeshje, po themi Vllaznia me Egnatin, një ndeshje që ndryshimet nuk ishin të mëdha në stadi, ishte një ndeshje ku gjithçka u mbështet në pragmatizëm. Dhe kur skuadra ishte më pragmatiste fitoi ndeshjen. Një skuadër si Egnatia e administruar mirë deri në të gjitha biznes superioren, jo shumë pretendente me luhatjet e fundit, por një Final Four i interpretuar shkëlqyer me një trajner të ri që nuk ka ndryshuar shumë përveç se pak lojtarëve dhe modelit të lojës ndryshe nga i mëparshmi, dhe një Vllazni që e curisë së keqe të ndeshjeve të fundit të biznes superiores. I bashkohet forma jo e mirë e disa nga lojtarëve kryesor të saj, dhe strategjitë e zgjedhura nga stafi për të përballuar këta kundërshtar të Final Fourit. Pse them këtë? Sepse loja sigurisht e nisur nga ajo strategji e Egnatias kundër Elbasanit, me atë presingu lart, të cili dha rezultat dhe fitoi ndeshjen që në pjesën e parë 3-0. Ishte përgatitur Vllaznia për mos t'i dhënë këtë shans Elbasanit për ta përdorur edhe një herë në ndeshjen e dytë të Final Fourit. Dhe kështu që çdo ndërtim i lojës ishte me pas direkt nga portieri te Bala dhe pastaj luftonte për topin e dytë për të shkuar. Ndodh që në ditë të caktuara edhe Bala o nuk është në një formë të mirë, o është i dy bluar dhe i markuar më së miri dhe nuk funksionon. Kështu që gjithë skuadra del nga në rastin konkret e dyta ishte e vërteta, por unë duhet të them që pa shumë këto hyn në një ndeshje me i përgatitur për të mos marrë shumë apo për të mos marrë pak. Në një ndeshje si ajo vendosën dy golat janë, po t'i shikoni, janë identik. Vjen topi nga Klaudias Kroos, goditet me kokë, në rastin e golit dytë është fare i lirë. Është thuat për Dedina. Flas për këtë ndeshja Vllaznia me Egnatia. Të dy golet janë si 2 pika unë. Krosohet nga Klaudias, gjithmonë sulmuesi është i lirë, ose në rastin konkret ke goli dytë mbrojtësi çrëndsi ka. Futbollisti Ignatias është i lirë. Pra, Vllaznia i la më shumë hapësira Ignatias, ndërsa Ignatia nuk e bëri një gjë të tillë me Balën. Bala po ta shikoje në gjithë, ishte gjithmonë i dubluar, i markuar. Kështu që megjithatë unë nuk mendoj si Flori që gjithçka është mbyllur. Besoj gjithçka është hapur. Për Vllaznin e kisha. Pse? Vllaznia fiton dhe fiton Dinamo. Domethënë matematikisht gjithçka është e mundur. Mbetemi përsëri tek fakti që kampionati nuk është i mbyllur, sepse në datën 31 maj do të zhvillohen edhe 2 ndeshjet e fundit, pikërisht Vllaznia Elbasani, e cila do të zhvillohet në stadiumin e Albania në orën 19 dhe Egnatia Dinamo Siti që do të zhvillohet në Elbasan Arena. Për sa i përket mekanizmave të logjistikës, të festës së titullit e tjerë, si po punohet në këtë aspekt? Po këtu ka, në fakt, këtu ka kuriozitet edhe mediatik, sepse ne në fakt kemi 2 javë bashkë me sektorin e garave. Sektori e vendeve po pregatit 2 ceremoni. Pra thjesht do klonojmë ceremonit. Një ceremoni do t'jetë gati në Air Albania, me kupën, medaljet dhe gjithë koreografin nga fishekzare tek gjithë elementet tjerë, muzika e tjerë. Dhe një ceremoni tjetër do t'jetë gati për në Elbasan. Kur do të ndodhi gjëja, ne kemi gati për ta dorëzuar kupën dhe medaljet. Dhe kjo në fakt ka ndodhur vetëm një herë, në mos gaboj, në Durrës, ka qenë një shumë vite përpara, ka qenë një finale që pritej edhe rezultati ndeshjes tjetër. Që pretendonte Ignatia përballë me të merrni me qira një helikopter. Një gjë e tillë ka qenë dhe mendoj që këto 3 ditë janë me gjithmonë 3 ditë vështira, sepse do na duhet që të ndërtojmë, por më tepër që të premte dhe ka dhe finale në futbolli i vajzave, pra është Final Fouri në Selman Sërmasi, dhe pastaj të shtunë duhet dhe të diel duhet me ndërtu këto 2 stadiumet njësoj që të jetë gati. Pastaj fitojmë më mirë.
Ne, atë pjesën e ahengus kemi nuk është se kemi gjë tjetër në dorë. Sigurisht, mbetet për të parë edhe se çfarë do të prodhojë fakt data 31 maj, ndërkohë që janë disa skenar në fakt se kush mund të shpallet kampion pikërisht pas ndeshjeve të datës 31 maj dhe specifikisht Egnatia mund të shpallet kampion nëse do të fillojë ndaj Dinamo Cityt dhe nga ana tjetër mund të barazojnë ndaj Dinamo Cityt dhe Elbasani nuk do të fitojë ndaj Vllaznis. Elbasani mund të shpallet kampion në rast se fiton ndaj Vllaznis dhe Egnatia nuk fiton ndaj Dinamo Cityt, nëse barazon me Vllaznin dhe Dinamo City nuk fiton ndaj Egnatias, ndërkohë që Vllaznia mund të shpallet kampion nëse fiton ndaj Elbasanit dhe Dinamo City triumfon ndaj Egnatias. Ardi, duke mbetur tek ndeshja Egnatia Dinamo City, Egnatia nëse fiton automatikisht do të shpallet kampione e kampionatit, si e shikon kampion nëse fiton ndeshjen. Nëse janë dhe këto kushtet e tjera. Edhe nëse Elbasani fiton me kundërshtarin. Sepse në ndeshje direkt është më mirë Egnatia, qoftë në duelet direkt, edhe po të jetë barabart me golavarazhin në ndeshje direkt është më mirë Egnatia, për shkak të fitores 0-4 në ndeshjen e parë të Final Four. Kështu që thënë këtë, të katërta skuadrat duhet të mendojnë vetëm për fitoren e tyre. Këtu përjashtoj ose amnistoj Dinamon, jo për ta, le të themi kështu, për ta nxjerrë nga gara, se objektivat kanë mbaruar, por unë mendoj që është mjaftueshëm fakti që ti je antar i këtij Final Fouri për të luajtur dhe për të dhënë maksimumin, por duke e parë në mungesat që ka, mungesën e Qardakut në ndeshjen e fundit që doli i dëmtuar, numri i lojtarëve që kanë dispozicion është i dobët, është i ulët, aq më tepër në repartin e mbrojtjes që ka mungesa esenciale, nuk ka asnjë mbrojtës në dispozicion, them që mundësitë për të luftuar, për të respektuar këtë pjesë sigurisht i ka të pakta. Gjithë të tre skuadrat e tjera pasaj janë ndeshje që duhet fitojnë ndeshjet e tyre. Pastaj të fillojnë llogarit i bën vetë llogarit ai ndeshja tjetër që ti je duke ndjekur. Ndërkohë mbetemi tek ndeshja e dytë asaj dite është Vllaznia përballë Elbasanit, si e pret këtë ndeshje? Një Vllazni e plagosur, një Vllazni që po të pretendosh, le të themi kështu, anë psikologjike nuk e ka. Sa do të shtrëngohen, sa do të bëjnë, çfarë do të bëjnë, le të themi kështu, për kaq ditë se kanë pasur në dispozicion, nuk e kanë në dispozicion anën psikologjike. Po sigurisht që ka gjithë, po them, të potencialin e dur për të konkuruar direkt me një nga konkurentët që në fundit ka diskutuar kampionatin dhe gjithë këti abisnet superiore ka diskutuar me Elbasani, kanë diskutuar, kanë ndëruar vendet, po themi dhe i kanë kualitetet të ngjashme për të përballuar njëra tjetrën. Kështu që asnjë gjë nuk e nxjerr këtë Vllazni nga gara për titullin kampion përveç vetja e saj. Po, Riza, ndërkohë si ishte këto dy ndeshje? Mirë, ato secila do mbajt paktën çifti Vllaznia dhe Elbasani do kenë një vesh tek ndeshja tjetër, sepse rezultati. Ti ku do e kesh veshin dhe syrin? Cilin stadium do zgjedhësh? Albania Stadium. Okej. Ne këtu e kemi në vendin tonë. Jo, mund për të para shkojmë atë në ndeshjen, dakor, është më afër stadiumit, kemi kollaj. Unë mendoj që ajo ndeshje më pëlqen ta shikoj, sepse i shikoj si dy ekipe që kanë qenë vazhdimisht në krye të kampionatit, dhe për mua pavarësisht se nga ndeshja mund mos dalë fituesi, por ama të shikoj një futboll që do të jetë entuziazëm dhe të më pëlqejë. Po prisje që të më pyes që po ti ku të ta shohësh nesër, se përgjigje do ishte në dalje të tunelit. Në dalje të tunelit? Në dalje, se aty është mesi. Dalja e tunelit është njësoj nga stadiumi i Elbasanit, njësoj nga Albania. Tash mos të duplifik, do gjejmë një mënyrë për të duplifikuar ty, me qenë se ceremoniti për ta klonuar. Okej, cili do term që të jetë? Po është e pamundur, është i paklonueshëm. Do të shohim sigurisht se çfarë do të prodhoj edhe kjo fundjavë Final Four, ndërkohë që e çojmë fokusin tek shkolla e trajnerëve pikërisht në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku Erbim Fagu, një nga të diplomuarit e shkollës trajnerëve këtu në FSHF, ka fituar kupën e Hollandës për moshat U19 me ekipin e tij Den Haag. Behari një konfirmim, le të themi, i mëtejshëm si për herë, që në fakt të marrësh licencën këtu në Federatën Shqiptare të Futbollit është e vlefshme dhe më të sjellë sigurisht edhe suksese dhe një punë shumë të mirë edhe jashtë vendit. Po sigurisht, Erbimi në fakt është brez i ri i trajnerëve i shkollës së futbollit shqiptar.
sepse ka debutuar edhe më parë si trajneri Tiranës, pavarësisht se situatave të klubit, por ka debutuar jo keq, po themi në drejtimin e saj, pavarësisht mungesës së eksperiencës, por ishte mjaftueshëm për ta drejtuar atë klub. Fakti që zgjodhi një rrugë tjetër, fakti që zgjodhi një eksperiencë jashtë dhe në një vend ku ka vetëm tulipan dhe flitet për futboll, dhe atje ka bëri diferencën duke arritur një sukses të jashtëzakonshëm, me marrjen për herë të parë të fitimin e klubit. Ka dhe gjë tjetër thuati, po s'më ka rënë rruga, po. Do me thënë, bëri për herë të parë një sukses të jashtëzakonshëm, sepse është herë e parë që fitohet Kupa e Hollandës në ekipet zinxhir të saj. Ne kemi dhe lojtar te kjo skuadër, një Andi Zabushlani datëndes 2007 që ka debutuar edhe me U21 e këtij klubi. Një rezultat shumë i rëndësishëm në këtë finale kupe duke fituar 3-0 me AZ Alkmaar, por nuk është i vetmi i ADO Den Haag në udhëheqjen e Fagut. Unë kam pasur fatin të shikoja fitoren e tij kundër Ajaxit, 3-0 në kompeticionin e kupës. Kam parë ndeshje të shkëlqyera me Eindhovenin që ka bërë ADO Den Haag. Pra, një ecuri e jashtëzakonshme e Erbim Fagut në këtë, dhe shpresojnë shumë që ta ketë në mënyrë të tillë këtë ecuri për të qenë një kontingjent i mundshëm për ekipet tona. Është një eksperiencë shumë e madhe nëse drejton një ekip holandez për sa i përket asaj që thamë më përpara, përgatitjes së lojtarëve që mundojnë disa pozicione apo strategjive më ndësisë së tuajit futboll sulmues, që është jashtëzakonisht avangard në Hollandë. Pra mënyra se si mësojnë lojtarët që të sulmojnë vazhdimisht, pjesa më e madhe e tipologjisë së servitit është që topi duhet të përparoj, do të jetë gjithmonë pasimi përpara topit, që objektivi kryesor është të sulmosh. Dhe kjo e bën futbollin shumë atraktiv. Të shënohen shumë gola, të jetë shumë sulmues, të jetë shumë agresiv, dhe përfundimi është që tribunat janë gjithmonë plot. Pra, objektivi kryesor në futboll është se si ti duhet sjellësh tifozët në stadium. Nëse arrin të sjellësh tifozët në stadium dhe kjo sillet kryesisht dhe vetëm me lojë spektakolare sulmuese, ti ja ke arritur qëllimin tënd. Në gjithë rastet e tjera pastaj ti mbetesh një le të themi ajo që duhet nënvizuar fort në këtë rast është që le të jetë shembull edhe për trajnerët e rinj që për këtë lloj ecurie. As më pak as më shumë ka lënë shenjë në futbollin e moshave të Hollandës. E kuptoni çdo me thënë apo s'është? Ka akademi shumë të mira dhe ka përduar gjithmonë sigurisht edhe lojtarë të klasit botror. Ndërkohë që fokusohemi pak përsëri edhe tek europiani i U21-shit që do të zhvillohet vitin tjetër në Shqipëri dhe kanë vazhduar puna në fakt për përmirësimin, transformimin të terreneve sportive që do të jenë në Durrës, në Shkodër edhe në Tiranë, ku do të luhen edhe ndeshjet e kampionatit të U21, ndërkohë që kanë nisur punimet përsëri edhe tek fusha e Nikodovanës. Riza, në bazën atyre gjërave që kemi thënë për herë, sa të rëndësishme janë këto transformime të terreneve sportive? Po pamje janë, domethënë se nuk e besoj. Unë e njoh stadiumin se kam luajtur në 10 herë atje, por nuk e besoj nga mjetet e punës, më duket sikur nuk është në Shqipëri. Cilësia e mjeteve, cilësia e stadiumit, detyrimisht është gjëja më kryesore, ajo që synojmë neve për të pasur, sepse kush janë pjesëmarrësit e kampionatit evropian për 21 vjeçare. Ekipet si Spanja, Gjermania... Po, pra, janë miliarderët e ashëm të futbollit evropian dhe botror. Pra, ata do të luajnë aty. Detyrimisht që për ekipe ku vlerësojnë milimetrin e lartësisë barit në stadium, detyrimisht që fusha do të jetë perfekte të gjitha ambientet, ambientet e stadiumit, ambientet e fushës, hoteleria, fushës stërvitjes, çdo gjë do të jetë në perfeksion. Po, patjetër. Dhe sigurisht që kjo do të siguroj patjetër edhe një element tjetër të organizimit që Federata Shqiptare e Futbollit gjithmonë ka marrë komplimenta për sa i përket eventeve ndërkombëtare, sigurisht dhe aspekti infrastrukturës sportive, por logjistikës, hotelerisë, edhe të gjithë organizimit të ceremonive, po ashtu sigurisht do kemi hapësirë edhe t'ju përditësojmë edhe në vijim për atë çfarë po zhvillohet. Me çfarë? Punën e klonimit, se domethënë Kokona tha që do klonojmë kupën, podiumin, medalet gjitha me radhë. Po figurative tani se mos nuk është i vërtetit. Ka mundësi.
Ekziston mundësia, sepse përgatitja ka nisur që tani, kështu që varet se ku do të ishte. Sigurisht ne sot folëm për kombëtaren A, për listën që do të publikojë trajneri Maran ditën e nesërme, kemi folur për listën me 25 lojtarë të trajnerit Bushi për mirësoret e muajit qershor, pikërisht në Slovenisë dhe Italisë, të cilat do të shfaqen në FSHFTV ku mund t'i shikoni live. Ndërkohë, nga ana tjetër diskutuam edhe për 2 ndeshjet e kësaj jave të Final Four, po ashtu edhe 2 ndeshjet që do të luhen në të njëjtën orë në Elbasan Arena dhe në Air Albania për të mbyllur këtë kampionat edhe për të parë se kush do të jetë kampioni. Sigurisht që ne do të kemi hapësirë për diskutuar javën e ardhshme mbi kombëtare, mbi ndeshjet dhe sigurisht edhe çdo gjë që ndodh në futbollin shqiptar. Unë do të falenderoj Tritan Kokonën, Ardi Beharin, Florian Riza si përherë, ne do bashkë do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Thank you.